Rikthehemi në pjesën e dytë të programit, do të flasim për efektet e luftës në lindjen e mesme në Shqipëri, ato po ndjehen me rritjen e çmimit të naftës, e cila është regjistruar 214 lek për litër, ndërkohë që kryeministri, ju kujtoj, ka deklaruar se qeveria shqiptare do të ndërhyjë momentin kur ky çmim shkon 220 lek për litër. Nga ana tjetër, qytetarët shqiptar nga një vëzhgim që News 24 ka bërë, duket se janë dyndur në vendet e rajonit fqinj për të blerë naftën, sepse atje shitet shumë herë më pak. Çështje taksash kjo e gjitha. Do të diskutojmë pikërisht për këtë tani në studio me ekspertin Eduard Elezi, i cili mbërrin në studio, ndërkohë që vazhdon të qëndroj me mua analisti Edvin Kulluri. Mirë se erdhët, kënaqësi. Përshëndetje. Jemi së bashku. Përshëndetemi edhe një herë zoti Kulluri, pas bisedës që është zhvilluar me zotin Dresa, tani fokusojmë vëmendjen tek situata e naftës në vendin ton. Këto ju duken efekte normale për vendin ton apo jo normale? Atëherë, para se të flasim lidhje me referencat për tarifat e naftës dhe efektet e saj në ekonominë shqiptare, dua që të denoncoj diçka që më ka ndodhur familjes time. Domethënë, para ca kohësh kam qenë një intervistë ku jam prononcuar në lidhje me vjedhjet në sektorin e energjisë elektrike, me abuzimet që Po, këtu në News 24, në mua keni qenë, po? Me intervistë me ju dhe për gjithë abuzimet që bën ministrja në atë kohë Belinda Balluku dhe të gjitha abuzimet e saj në sektorin e energjisë elektrike, ku flitet për qindra milion euro abuzime dhe më është kërcënuar familja, më është kërcënuar nusja. Gjithashtu, do me thonë, fill pas intervistës ju keni marrë kërcënime? Fill pas intervistës, familja ime ka marrë kërcënime, duke i deklaruar asaj, duke i thënë që i mbylli gojën burrit atë që mos flas nëpër media etj si këto. Pra dikush ju ka marrë në telefon, dikush ka dërguar një mesazh? I ka dalë përpara dhe i ka dërguar në rrugë. Dikush ka dalë përpara në rrugë? Në rrugë bashkëshortës time dhe i ka thënë që të mbyll gojën burri jot, mos flas nëpër media në lidhje me abuzimet e kësaj zonjës Balluku. Ishte burr, grua? Burr. Është bërë denoncimin. Policia dhe prokuroria pas 2 javësh ka mbyllur hetimet pa hetuar asgjë. Nuk jam thirrur unë, nuk është thirrë personat që kanë qenë në vendngjarje, nuk është parë asnjë mundësi kamerash ose si ka ndodhur ky denoncim. Kush ka qenë vendngjarja? Pra ku ka ndodhur? Kjo ka ndodhur tek diga e liçenit, me çfarë kam informacion nga bashkëshortja, dhe është bërë denoncimi polici, ishte shumë e shqetësuar, unë u shqetësova normalisht, po meqense ju referuam policisë dhe prokurorisë dhe kisha besimin që do të ketë një hetim të mirëfillt dhe do të gjendet personi përgjegjës në lidhje me këtë kërcënim. Nuk u gjet. Po me çfarë shifet, përderisa është mbyllur si hetim nga prokuroria e rrethit gjyqësor Tiranë, atëherë shifet që këtu nuk është thjesht pse u mbyll hetimi, por është ajo që ndodh me 84 mandatet, kur nuk kemi hetim për hajduten, atëherë normalisht që ndodhin këto fenomene dhe kërcënohen edhe personat të cilët kanë dieni dhe dinë se çfarë po ndodh në sektorin e energjisë elektrike. Ti referohemi tarifave të naftës energjisë. Jo, do mbetemi pak këtu sepse kjo është shumë e rëndë. Patjetër që është e rëndë. Do me thonë, ti kërkohet dikujt të mbyll gojën për zotëria është ekspert, sigurisht që ka bërë një analizë të thelluar aso kohe dhe me sa kujtoj, ende nuk ishin thelluar hetimet ndaj zonjës Ballukut, mirëfilli, dhe ti kërkohet mbyllja e gojës, unë nuk e di në çfarë vendi po jetojmë. Atëherë, se kjo është çështje sa ligjore dhe politike.